pyetja është tani për ty SPAK është i Ramës, është i Amerikanëve apo po vepron? Jo, Rama po thotë është i Berishës. Ka një gjë, me çfarë periudhë do të kapë? Rama po thotë është i Berishës. Tani unë ti themi gjë, nëse do periudhën e fundit, shiko, pasi erdhi Donald Trump vjet në qeverisje, ata u larguan. Pra, amerikanët ndodhi ndryshime administratës dhe unë mendova që amerikanët u tërhoqin nga SPAK-u, tani këta do vepronin me kokën e tyre, do përfitonte politika, sepse din ta gjejnë, po. Nuk kam amerikanë. Din ta gjejnë këta Rrugë Elbasan. Këtu në Shqipëri, po, këtu në Unë Shqipëri. polis thonim që Atë çfarë ndodhi? Në momentin që amerikanët kanë ardhur, në momentin që Fleming ka qenë dhe është aty, unë besoj që këtë herë amerikanët do bëjnë drejtësi më shumë se ç'kan pretenduar shqiptarët dhe siç mendojnë shqiptarët. Pra, unë pres arrestime bombë. Në të ardhmen do ketë dhe më shumë. Tani këtë, unë besoj që edhe ndaj opozitës do ketë kërbaçme, do ketë arrestime të forta. Na thuaj ndonjë. Po mund kupola afër rreth Sali Berishës do jetë Për vit të ri? Po shumë para zgjedhjeve do ketë, domethënë. Pra, Kuj zgjedhje? M'fal, para vitit të ri, se na është bërë mendja zgjedhje. Mos keni zgjedhje në parti. Shiko, të gjithë duhet të mbaroj sepse ma morën kohën dhe nuk më lanë flas. Edhe unë i lejohet bëjnë debat. Shiko, unë ti themi gjë që ta kem dhe në formë lajmi, po edhe formë analitike, di them këtë gjë. SPAK-u sot, edhe ky grupi i parë i prokurorëve që i kanë ngelur pothuajse 2 vjet apo 3 vjet nga fundi i mandatit, unë mendoj që këtë herë kanë një suport dhe nuk kanë më asgjë çfarë humbasin në raport me politikën shqiptare. Nëse deri dje kanë pasur një lloj pritshmërie që mund të hezitonin ta kryenin detyrën siç duhej dhe kjo prap ka qenë një lloj hileje që të merr një mandat të dytë, por në këtë moment unë mendoj që do jenë shumë të ashpër dhe shumë të vërtet në punën që do bëjnë. Pritet një goditje e shumë elementëve shumë të lartë. Një nga ata është dhe miku Flogertit, që do jetë njëri shumë i rëndësishëm i afër Ramës që do goditet shumë shpejt. Na thoj inicialet. Unë vetëm Ramën kam aty mik o vëlla, do të Ramën, kush ma prek Ramën? Ja, Rama tha kur, nuk preket kur. Rama ja pas janë shumë Rama nuk preket, për këtë qetë sigurt Flogerti. Gjithashtu di them dhe Floger Lajmi që do jetë gjatë në qeverisje, kështu që ta kemi gjatë peshqesh, në rregull jemi, kështu që mos shqetësohemi me Ramën. Pas shoqi themi ne, kur ka shoqi ka kemi edhe ne. Këtu ke Polin tash i kundërshtar se Poli thotë. Jo, unë u dëgjoj, ai dhe mund të rriore, mund të rrinë gjithë këta siç janë, mund të vazhdojnë të rrinë. Unë po them se si duhet të jetë, sepse faktikisht kjo qeverisje për mua, ai dash të ri, dash të mos ri, ai dhe vetë shpreh në të paktën në qëndrimet e tij ose në atë po të t'i bësh një radiografi vetë Parti Socialiste. Poli, ai nuk ikën se është demokrati i 90-s që po qeverisë sot. Është njeriu që i kënaq më shumë se ç'duhet demokratët politakisht. Edi Rama Poli punon vetëm për demokratët, vetëm për socialistët nuk ka punuar në këtë vend. Këtë kam bindje unë me ato që lexoj. Ta them unë pse. Ata e mbajnë në pushtet, karrikën personale. Po jo më vëlla, është e para një, shiko ç'a ndodh. Edi Rama kënaq me para kupolën e Partisë Demokratike. Kupolën komplet. Kupolën, pjesën më të madhe, po kupolën e deputetët, drejtorët, familjet e mëdha demokrate, ish të përndjekurit, ish pronarët dhe shumë nga këta që përbëjnë atë palcën e Partisë Demokratike. Biznesmenët pranë PD-s. Po, të gjithë pa përjashtim, të gjithë. Prandaj për mua Edi Rama i kënaq më shumë demokratët të persekutuar, për mua janë socialistët. Të theme kam bindje. Po, të 3.000 menja, ata më bashkë qeverisin, mua më doli goja mbrapa kokës. Tani Flogerti quhen në këtë term, unë e trajtoj në term tjetër. Unë mendoj që Edi Rama sot më shumë se kur është duke i shërbyer më shumë demokratëve. I përgjigjet, i këshillon, pra njerëzit e vet, i mbani mirë demokratët, i mbani mirë, i jepni çfarë duan, përgjigjuni. Ju ta shikoni mesazhet e Belës. Keni 2 mesazhe, thot, sa kujdesme është. E para, kur është Arbra Galliu, takoje se është njëri qytetar. Trajtohet me kujdes, trego dashuri. Është një koncept që buron nga Edi Rama, besoj. 2, te takimi i ashpër është, po pa gjë nuk e la Lefter Gështenjin, i tha të marri këtë than Porto Romano, por mos jep më. Pra, duar bosh nuk ka lënë asnjë. Pse sot neve kush ka më shumë ndikim në Shqipëri që votat kalojnë te Ramës? Janë biznesmenët, grupet e interesit dhe krimi organizuar. Tani të gjithë to janë me Edi Ramën. Tani unë them ty një familje që është super e djathtë dhe që ka trashëgimi të pasur në Lushnjë, sot me Edi Ramën rri më shumë se çdo kush tjetër. Jo teori, po unë kam patur fakte, do të di shumë mirë. Kam patur fakte, po do më thënë me këtë logjikë që dhe foltore në rikthimin e Berishës e ka sponsorizuar
Edi Rama, do të thonë, është një mbështetje. Këtë s'mund ta them fort. Që Edi Ramës intereson që Sali Berisha tjetë aty ku është sot, për mua po, politikisht, sepse unë nuk e fsheh veten nga ajo. Po intereson politikisht, për sa kohë Berisha nuk ngjit më, për sa kohë Berisha nuk ndez më, për sa kohë Berisha ka të mbështetje që ka. Po, unë ta lojën e kemi thënë këtu me Redin, pse Erion Velia është brenda? Sepse Erion Velia i tentoi i pari që t'i ofronte marrëveshje pushteti Berishës. Në këtë moment e kapi Rama e ofroi ai marrëveshjen. Mori PD-ja vulën, la zgjedhje dje ku jemi sot. Pra unë nuk e përjashtoj nga kjo gjë, mos kujtoj që unë të bëj atë dredharakun për këtë çështje. Kësaj për shembull ne mund t'i vëmë një, si them, një emër. Po mos dalim te opozita se desha te skenari, dua të rike skenari. Pra, Almeri thotë që pas SPAK-ut apo ti bëjmë të tre parashtrimet. Janë amerikanët pas SPAK-ut, janë vetë prokurorët që le të themi kanë marrë ato që tha Almeri, kanë marrë përsipër të shkallmojnë politikën. Apo është Rama. Do bëjnë detyrën apo bëjnë detyrën nuk kanë asgjë më shumë. Para 3 javësh këtu erdhi zyrtari më i lartë amerikan, Mark Fleming, që në kohën e Trumpit, i cili ndeti 2 orë në SPAK dhe nuk takoi kryeministrin që është post politik drejtor, vendës ndihmës sekretar, por edhe drejtor i Europës qendrore dhe ku jemi ne këtë jug lindore. Po ta trajtonte do i thonin pastaj që ja edhe ky si me Gonigal dhe kështu më mirë. Po, prit. Kot pa lidhje. Kjo ishte kështu. Jo, po i takon ai dhe del pastaj që se i korrupton ky Me Gonigal këtu brenda ishte komplet ajo që tregoi dhe ti shtoj dhe unë sa fakte që tregoi Alberi. Po të fik Rama të korruptonër, e ke pa Martakosin që është i kryq për Ramën. Po jo, më lere Martakos. Apo lëre atë, ministri i jashtëm e BE-s është ajo, ç'do. Jo, është komisioner po sa tani. E zgjerimit. Para, kur kishte ditën që kishte foltore numër 2 të parën Sali Berisha, që nisi protest, po pastaj e pa që ishte për foltore format, dhe shu e vazhdoj. Dark vonë, me avion special, nga Berlini ka ardhur ministri i jashtëm i Gjermanisë. Në Gjermani po bëhet nami, mobilizohet, u fut mobilizimi ushtarak. Po. Sepse ka Rusin aty, nuk dihet si do verë, do ketë paqe. Dhe Van de Ful, që bën vizitën e parë, vjen, spret në Tiranë, dhe jep 5 minuta dorën Spiropalit si homologe, bën një fotografi madje, as të ullur nuk e kishin fotografin, dhe shko rrit 2 orë në SPAK. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, ç'pun ka ministri i jashtëm? Pra, SPAK-u si mjet apo si fuqi që ka me ligjet e tjerë këtu dhe me integritetin që ka treguar dhe pjekurin që ka marrë këto 3 vjet, tashmë është kthyer dhe në një mjet geostrategjik dhe të politikave perëndimore dhe sidomos të SBA-s dhe të perëndimit. Dhe çfarë si mund ta lexojmë neve? Unë i qëndroj asaj, ata bëjnë punën e tyre, ndonjëherë dhe jo aq si duhet, por për mua me 90% vazhdojnë dhe bëjnë punën e tyre të pakompleksuar. Po me këtë Spiropalin ky nuk që nga takuar në këmbë, po që nga takuar gjatë të gjërë, pas kanë bërë dhe i konferencë për media, me Gjera Llafi. Jo, për korrektësi. Po flas që kryeministri ishte në Tiranë. Jo, po s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi, po që nga bërë një takim bilateral në ministri me gjithë. Po me drejtorë që vajtën të nesme në Tiranë. S'ka rëndësi, po kanë bërë kështu konferencë për media, të mëse thashe. Po shumë mirë, dakord. Po jo pra, po nuk raporton sakt mor burr. Takoj Elisën 2 sekonda dhe hiku vrap të SPAK-u. Jo, lajm është takoj Elisën, po s'te as. Po lajm është që ka vajtë të SPAK-u. Jo, nuk është Elisa ajo. Çfarë nga Rama? Është ministri i shtetit më Po eksakt pra. Është ministri i fundit fare në kabinet, po ka rëndësi. Një sekond pra, nuk erdhi me shku vrap të SPAK-u. Qetësoni. Po Flogert, edhe është lajm i keq, është lajm i keq për kryeministrin me Flogert. Një zyrtar i lartë amerikan për ato. Ti mos u tërhiq hiç se unë kam vdekje kur ai që kam përballë tërhiqet në debat. Po të bëjmë debat. Ti thua tërhiqem, varja po let çfarë. Ti ka metafora, unë dua të tregoj. Ja, kush është lajmi aty? Shive, unë vetëm këtë kam admiruar. Gjithë kanë emrat e shteteve, ky ka emrin e vet. Sa ndërpret më burgjë. Tani ti po deshe më kundërshto për mua këtë që ka bërë një ministri i jashtëm vjen këtu dhe nuk takon kryeministrin të një vendi si Gjermania. Ky është lajm. Ky është lajmi, por shkon dhe takon
prokurorët e SPAK-ut 2 orë në SPAK. Se kryeministri takoi presidentin, ato kancelarin e këtij ministrit para 2 muajsh në Gjermani, kaq. Kancelarin e këtij ministri para 2 muajsh në ministri. Po në SPAK. Ministri takon ministrin e kancelarin. Po ç'është kjo më? Ma bet kop. Tani më bet ka drejt, po është përjashtuar. I zoti shtëpisë nuk pret numrin 2 të qeverisë gjermane. Po e pret homologu më se latnamur latnamur. Jo, Flogerti nuk thotë ashtu, Flogerti thotë që nuk dënjon. Nëse ose kam te kjo. Rama se ka pritur fare ka thënë takoj listën po deshte, unë merrem me Metzi. Po pra nuk pyet tani. Rama merret me Metzi, me Macronin, me këta. Tani nuk e kisha. Tjerët merren me këta. Nuk e kisha te kjo. Rama nuk është niveli wonderfulit tani. Po nuk e kisha te kjo, e kisha tek po flisim, po më pyesje për qeverisin. Dhe duket qartë që ka një koordinim dhe ka një vendimarrje, do të thosha unë, në ato prapaskene, që në Shqipëri kjo klasë politike korruptuar e kuqe, blu, mavi, e ku diun çfarë ngjyrash i vën njëri tjetrit këta, po në fund fare janë një klasë që e ka lënë vendin të varfër, dhe për të biem dakord. Doli një raport i frikshëm i Berzhit që thoshte që nga 1991 në Shqipëria është kurrur me 40%. Ato e shohim për ditën e burskimin e Jo, po më mirë po të flas shifra familjarët tanë. Po mos ma shumë dakord. Po e di që thon 40% mbrapa. Përqindje ashtu. Dhe nga vjen kjo? Kjo vjen pikërisht nga korrupsioni, nga pabarazia, ikin dhe njerëz që kanë mirëqenie, dhe shpëtojnë fëmijët, vjen nga shkollat, vjen nga spitalet, siç tha, po nga organizatat që dhe spitalet bën organizata dhe arsimi bëhet organizat, si modeli qeverisë, organizat kriminale dhe fillojnë pastaj kërpudhat më të vogla në gjithë shoqërinë tonë dhe media bëhet organizat. Dhe çfarë ndodh? Ka ngelur një ishull ku Perëndimi ka parë që këta me vot nuk ikin, as me vot brenda partisë. Le të fillojnë se do fillosh te PD, le të bëjnë lëvizje Saliani me shok sa të doj. As me vot brenda partisë, as me vot popullore, as me dorëheqje, që shkulmi prit se kur kalojnë. Që shkulmi as me dorëheqje, po e kupton ti është kulmi se kulmi botës, mo gjithë ajo zënës kryeministre, e gjithë pushtetshme, dhe të thot kaq, sa të sqarohet ky muhabet, un po jap dorëheqjen. E kupton? Fare. Dalin andej familjar kryeministri portugez, as vet nuk doli. I doli një familjar në media, fare, as nga dosi kështu, dhe dorëheqjen u rikthye prap kur doli tjetra, kur u vërtetua. Dhe ky është një mekanizëm që po përforcohet, do vi dita, e kishte mirë analizën Almeri, që pavarësisht se është në kundërshtim me veten që thotë është i Ramës, po dhe nga ana tjetër do shpërthej SPAK-u, që do vi dita që do thonë, o Altin, o vëlla, hajde se bëm shaka. Ktheu prapë se bëm shaka. Sepse tashmë është shtypur butoni në Perëndim, domethënë që këtu vetëm do qilizmi do vazhdojë deri në. Dhe ju lumt krahu. Floger. Po këta këtu me okejnë atyre atje, këta këtu kanë vendosur të rezistojnë. Ju keni vendosur të rezistojnë, mos i diskreditojnë. Kush po i diskret? Po ata na kanë polizuar neve të Po që marrim parato, çfarë vetëm tallemi me to, unë dua parato. Nëse ne do ta marrim dikush nga ne apo nga njerëzit të cilët do studiojnë politikën shqiptare, duhet të ketë një kapitull veçantë, do të quhet kapitulli Ilir Usmajli. Për korrektësinë, për dorëheqjen, shtetbërjen, po, Ilir Usmajli quhet. Njeriu që duhet marrë si etaloni i shtetarit. Sajmir Tahiri. Po çfarë Sajmir Tahiri më Floger tani se nuk krahasohet, Sajmir Tahiri është antimafia që e kapi. Është tjetër gjë se. Po Ilir Meta para 21 janarit. Po dhe Ilir Meta. Po ka dalë edhe në parlament, Ilir Usmajli u përfoli vllai, jo i direkt. Ta individ janë përfolur drejt për drejt personalisht. Sajmiri ka përfolur Ilir është përfolur i vllai, kështu që nuk duhet të paktën të ndjekin shembullin e Ilir Usmajlit, një njeri i cili tregoi që sa u përfoli vllai dha dorëheqjen. Pse nuk e bëjnë këta? Hajde të pyesim, hajde ta bëjmë debat. Pse nuk largohen këta? Nuk largohen se i trëmben drejtësisë. Nuk largohen pse kanë 1000 gjuna, 1000 mëkate. Nuk trëmben sepse ndihen të përjashtuar politikisht. Asaj drejtësisë që thua ti Elmer. Cilës drejtësi? Asaj të Ramës pra. Drejtësi sot. Shikoj çfarë them unë. Unë e kam shpjeguar gjatë Flogertit. Brenda SPAK-ut ka një grup prokurorësh që është 20 ca prokuror.
një pjesë e prokurorëve mundohen të shërbejnë me Altin Dumani krye, të shërbejnë interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që përfshin dhe interesat shqiptare brenda. Një pjesë e prokurorëve me emra janë aty sepse i ka kaluar Taulan Balla në veting dhe i shërbejnë asaj gjëje. Këtë ta japun rastin e Alfred Sheut, se çfarë ka ndodhur në Elbasan, çfarë deklaroi dhe kaloi u bën spak. Në vrasjen e Elbasanit deklaroi që nuk ishte prova, nuk ishte mjet me materiale zgjedhore, ndërkohë që ekspertiza nxori ndryshe dhe ky njeriu katapultuan spak. Po morën edhe Taulantin në netim, çfarë do thuash? Ore Taulanti është për burg, se Taulanti kam di shumë për Taulantin. Tani fakti që të jap për spakun, fakti që Taulanti sot ende është i pa arrestuar tregon që ky spak nuk bën detyrën dhe i shërben kësaj klase që po them unë. Ndërkohë ka edhe një pjesë prokurorësh tjetër si Dritan Premçi që përpiqen të bëjnë punën, janë detyruar edhe pse kanë presion, edhe pse kanë kërcënime, edhe pse i shkojnë drejt e familja. Mbështeti këta ti, pse kush si ka mbështetur? Po ky Rama pse ka kapur thua nuk po e bën tamam thua. Altin Dumani kam parë dosje o Flogen. Unë jam njëri që ule me njerëzit që punojnë në spakun. Ulen me njerëz, ulen me avokat. Ulen tani. Po me avokat ulemi dhe ne, po ti po nuk bën bisedë. Vetëm ti e di informacion. Po pa jo. Mos thuaj më nëse kam gabim ma kundërshto. Vetëm me gazbardhin nuk ulemi ne. Tani. Ulem me gazin se kam nik. Tani. Vetëm atë burim kemi. Se unë kam dëgjuar si gazetar që thotë në sirtarin e Altinit është e firmosur kjo. Është e firmosur, po. Atë e di vetëm Altini. Altin Dumani e mban aty urdhër arrestin e Pelina Ballukut. Zoti Dumani nuk ka parasysh dikush çështje ditësh. Ta them unë sepse Dumani Dumani e ka provuar në lëkurva presionin, kërcënimin që i ka ardhur nga politika apo nga grupet kriminale. Po prandaj qëndroni të rrequr, o vlla, nuk i beson klasës politike që e mbështet Dumanin. Unë jam kritik me atë njeri, do jem kritik deri në fund për gabimet që ka bërë, sepse mban padrejtisht njerëz në burg, o Flogert, padrejtisht. Me dosje po deshë ti ulemi ti analizojmë. Kam parë vetë çuditëra aty çfarë kanë bërë ata. Mirë se po s'bëmi jurist. Jo, më unë nuk bëhem jurist. Unë po ma thon juristët, ata të tjerë thonë Dumani thonë kundërt. Po rregull, më thon, hajde bëra çfarë. Ata Rama se di si thon, ban padrejtisht. Jashtë Sali Berishën. Pse s'fut Sali Berishën në burg thonë ata Ramës gjithë. Qofse ata do të shkojnë. Doktori po i mban pushtet. Po them për politikë. Doktori i mban pushtet, nuk ka si të thotë doktorin burg. Unë pres që drejtësia, jo pres, po, të gjitha gjasat dhe të gjitha sinjalet të shohin që do ketë një drejtësi më agresive me ardhin e kryetarit të ri të SPAK-ut. Amin. Do ketë emra agresive, më të jetë agresive por le të jetë drejt. Këtë nuk analizoj dot. Do jetë më agresive. Unë di them që shumë emra ku përmenda mikun e Flogertit me batut, është e vërtetë që një njeri është një njeri shumë i rëndësishëm. Janë shumë, nuk duhet përmend emrat, që ti lëm emisionet e tjera. Shiko, do ketë shumë emra të rëndësishëm afër Edi Ramës dhe afër opozitës. Bëhet fjalë njerëz të rëndësishëm, e kupton? Kryetar bashkie si Termet Peçi janë të ikur. Për shembull, nga zona që vjen është kryetari, atë këto i përmendun. Po ato duhet i lë që të kemi emisionet e tjera. Unë jam i plosit që ta dish. Nuk e marr Kamati, do të ikë kryetari. Jam kryer Mati vëlla. Tani kështu që kryetarët e bashkive janë mbi 10 emra që arrestohen, që shkojnë para drejtësisë. Tani se koha nuk më pret. Për këtë unë i them Dumanit zotë, ti nuk ka bërë sistemi mos se sistemi prodhon dhe 20 të tjerë apo. Nuk është sistemi, do kalojmë temën e dytë, ai hapin e dytë. 20 Bela, 20 kalojmë te PD-ja. Ta kalojmë tani ai ta ndrojmë. Sistemi është këtu ja. Ky kalon kështu marzhi kur Bedalin e shtyp populli, opozita dhe aty ndryshon sistemi. Tani hajde hym temën dhe diskutojmë për opozitën. Jepi. Ervin Saliani. Sa një pyetje për Almerin. Sa grupe ka brenda PD-s? Jo. Ja ta hapim me lajmin. Nisim me lajmin, domethënë që Ervin Saliani bashkë me disa, domethënë personalitete të tjera të PD-s se duhet personalitete të tjera të PD-s. Ervin Saliani i vetëm ka thirrur në takim më të votuarit e qarqeve që kanë nga Partia Demokratike. Do ka qenë kriter votimet. Jo nga Ilir Ali Mehmeti, Gentian Çela, Qanit Xhafa, Ulon Kalaja, Tet Kompliku, Alma Kore, Parit Mahmutaj, Xhemal Gjungshi, Hysén Kadiu e një sër emrash tjerë. Më të votuarit që su futën në parlament. Po, kanë më të votuarit nga lista. Atëherë, unë mendoj që Jo çfarë mendon. Informacionin pastaj e ka nota 10 këtu tani. Po, ne prandaj kurim çepën mendoj. Ne u kthyem që do pyesim. Mendoj po Almeri, kur thot mendoj sipas burimeve që vijnë nga Partia Demokratike, përflitet për një lëvizje të re brenda PD-s, pas gjumit letargjik dhe stagnacionit që ka zënë këtë forcë politike. Ervin Saliani është një nga emrat potencial i cili ka një rekord
pozitiv në PD, që është rezultati Korçës dhe rezultati Kavajës, dhe është një nga njerëzit që po guxon të sfidoj Sali Berishën.